Edhe pyetja e fundit, ai ishte i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam mushrik pas se të vijë shpallja. Dhe a është kufër kjo? A'udhu billah. I dërguari i Allahut mushrik. Wala hawla wala quwwata illa billah. Një fakt është interesant. Jo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po as Ebu Bekri kur nuk ka bërë shirk, as përpara se morë Islam. Se jo më pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se më bë pejgamber, jo që s'ka bërë shirk kur, as kufër, po as gjuna s'ka bërë kurrë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se më bë pejgamber, jo që s'ka bërë shirk e kufër e gjuna, po s'ka bërë as gjuna të vogla kurrë. Krijesa ma pastër që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Fjala Allahu subhanahu wa taala wajadaka dhallan fahada, kemi gjetë të humbur, pastaj të kemi udhëzuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i humbur, nuk ka ditë çish më adhuru Allahu. S'ka pas dispozita, rregulla, çish më fal katër rekatate, kur më fal drejtën, s'e ka ditë. Fahada, ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. S'ka ditë më agjëru, i ka kallëzuar Allahu kur do të më agjëru. Wa wajadaka dhallan fahada, kemi gjetë të humbur, kemi gjetë që s'ke ditë dispozita. Për këtë njeriu me natyrshmërinë e tij është i aftë me besu Allah subhanahu wa taala, por nuk është i aftë me ditë më adhuru pa i qurë shpallje. Njeriu, për natyrshmërisë vetë, kullu me uludin, i uledu ala fitratihi, çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e tij, natyrshmëria e njeriu tash me besu Allah. Pa i kallëzu kërkush hiç, pa i qurë pejgamber hiç, pa i qurë libër hiç, pa i shpjegu hiç, vetë njeriu e din me besu Allah, vetë pa kur hiç. Ama vetë njeriu nuk din me adhuru Allah. S'din, qysh me ditë. Këtu është dallimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala në rrugë fjalë vështirë me formë. Ka qenë mushrik, është mushrik ky, kafir ky, që thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë mushrik. Nëse thotë dikush, se është vështirë më menu që këto mund të më thonë. Mushrik është ai i cili e adhuron dikën përveç Allahut subhanahu wa taala. Kur ka adhuru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përveç Allahut? Njeriu nuk bëhet mushrik pa e adhuruar dikën përveç Allahut. Pa i bërë tak Allahu subhanahu wa taala. Kur i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tak Allahut? Ka dallim mos me ditë me adhuru Allahut, dhe ata të cilët nuk dinë me adhuru Allahu subhanahu wa taala pa mundësi për me arritën të shpalla të argumenti, ata janë të arsyetuar se s'ka ditë me adhuru Allahu. Se njeriu vetë nuk është i aftë me ditë me adhuru Allahu subhanahu wa taala. S'ka mundësi, hiç s'ekziston kjo mundësi. S'ekziston mundësia njeriu vetë pa i kallëzuar kërkush me ditë se janë 5 vakte namaz. Ku i di që janë 5 vakte namaz? Që namaz e sabat me falë këtë kohë, drekës këtë kohë, takshomin këtë kohë, tjasis këtë kohë, që dreka i ko 4 rekate, kush që shka mundësi me ditë njëru që dreka, namaz i farz e drekës i ko 4 rekate. Ose që haqë është obligim, ose që muj Ramazanit është obligim, si të njëru. Dhe fjala Allah subhanahu wa ta'ala, wa wajadaka dhallan fahada, kemi gjetë të humburat kemi uzu, në thonë ke qenë i humbur nuk ke ditë me adhuru Allah subhanahu wa ta'ala, dhe Allah subhanahu wa ta'ala të ka uzu për me adhurua Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.